Tash fëmija që jetojnë kohën e sotit, shembull, pa e marrë shembull si te fëmija nuk e dina çka janë ato lojna, që gati thonë janë zhdukje. Mo fëmijë nuk ka që del i runë lëp që kemi runa, nuk ka mo fëmijë që jemi ushqyjena. Përpara nona pak bukë që të djath, nëzet, edhe hajde. Edhe të bajes të gjoja se tjetër zhidhe nuk. Infrastruktura gati thëje me krahasue me fëminien tem, këtu kanë rrugë gati thëje një 90%. Mirë po këtu i mungën një stazë, për shembull, por njerë që tash po flitet edhe po përflitet që tash është ecja që mundet me posen një stazë shembull të mirë deri te antena, se prej këtu shi deri te antena është ndalësia mbydetare flitet që është 1200 metra. Në rast se fillon prej këtu shi te deri te antena me shku për rreth kalas, ku e keni vizitue, mu po ma mërmenja që shpethojnë edhe mjek të kohës sotit, njerë sigurisht i kanë me koma të qëndrushëm, ma vital, ka me hupat stresin, kanë me koma aktiv, apo kupten. I mungën ajo për nëryshe rrugën e kemi të asfaltume. Pjesa e fëminijes, nashta dhe pjesa e biznisis ose blektoris bëhet 90% komunën e Lipjanit, se që ashtu në atakon edhe kodrën e Bedeshi që e kena. Sa po punuën tokat në fshat Harelaqit tash? Që tash me krahasu e kohën si fëmijë edhe tash, thoje që gati thoje një 30%. Në kohën, kër jam kohë fëmijë, 99.9% është punë më toka. Edhe pse nuk ka pas kushte, as ka pas mjetet bujqësore, as ka pas trakter shumë, as unë e maj men që janë shlivru edhe me ki, edhe me kuaj, edhe me bodlica kanë livru e njerës, që është realitet kjo, që unë e vetë i kom ngrehe, i kom qitë në braze, këthejefi braze, se shtinë në braze, ku ta dione. Kjo është trashigimni, nashta jo përveç trashigimnis është edhe tradit. Se gati në Harelaqin e vogël jemi vish një familje vendas, në gati jemi ardhaca krejti këtu. Dhe tani na ka imponua ja varpuna e dashnijës, kemi pasën qare për pa e po, mirë po, edhe se dhe kësaj dite egzistan aja. Nasë për thamë si lagje që këtu, se si Harelaqi i vogël, tepër mire qojmi, tepër mirë. Do me thonë një kujshia për kujshia, shka ka nevoj, nuk e ka najtë e lash. Sa ki mbështetje, ose je krejt financiarisht vetë, individualisht? Jo, bili për që një 2 vjeta, 3 vjetë, përkroja është edhe për ministrije, që sështë për mua në kuë. Mirë për interesimi për delet, ose për blektorin, gati të e që i karo nivelin zerra. Arsyeja në është shkollimi, modernizimi, mos lavërdia, nështë të pëtëm që edhe tregu, jashtë që përvjen prej Sërbijes, nështë që përvjen edhe prej Shqipnijes, e prej Macedonisë që në rrethëmi me këto, e ka bo që mos interesimi me ko shumë jolt. Dhe me thonë, veç ata që kanë qenë marakni, ose trashëgimtar të familjarëve të veç, amë sigur baba jam pi babës vetë, pi gjyshit e baba une, po nështë të ka me shku edhe që kje generata jam edhe sigurisht që fëmija me më nuk e kanë mundësien, edhe pse është dheni për blektori. Po. Bacismet, na pëshim kafën edhe qajnë që na i ke ofru, e faleminderit shumë që na pranove si televizion, na për pak shkojmë edhe në fermë edhe i shumë edhe ditë. Ismet Dugolli, një fermer i cili me shumë dashuri trashëgoi punën e babait, cili kishte fermë të deleve. Për kujdesin e bën me plot përkushtim, por i frigohet fakti se do t'jetë i fundit që do e trashëgoj, sepse familja e tij tani më janë të punësuar jashtë fshatit. Bacismet, por i herë para se me ite dele, tregom qa është që kjo qëto që është halopa e punume? Dhe qa e kim plan me bo? Këtu e kam plan me bo një pushimore, shemë kër i bi delet, në të mesin e ditës, këtu është një vend shumë i fladetshëm. Me gjithë se vish kam fillu e me punu këto, atje kam me bo një furr, që kam me pjekë në bukë, mish, edhe këtë pjesën këtu, me najten, është ku pushimore po. Për krejt, ha? Për krejt. Se këtu në rase shqini, e ka një pamje të jashtëzakonshme, një pamje të mahnitshme. Shihet pjesa e Obiliqit, Fushë Kosovës, Prishtinës, Graçanicës, pjesa ka të Qemeria, edhe një pjesë e Lipjanit, gati thëj edhe Lipjani. Përveç teja, mire dikush edhe halo me ferma, me punë bujqësore? Gati thëj e që 90% jo. Mirë për klasa punëtore është bërë shumë e shtrejt. Tritë mos përdojnë me punu këtë punë, pëgjojnë ma mirë,
Janë avancu ma përpara, kështu që unë kam jetë edhe mu dhe pakitet edhe sa të mëjmë e shtyje. Kje pjesë këtu e deleve, delet janë tash, na ju thejna në mrez. Mrez? Qaj janë mrez? Mrez janë pushim. Pushim? Pushim, do me thonë këto kanë pullot të nditen, para dite, jo të nditen, për para dite. Tash është koha, dikun edhe për një 40 minuta, këto dalin apet në kullos. Shto delet që të Shto, e që është... Që kjo është pjesa... Shtolla ku rrinë pushojnë? Pushojnë se këto është hije. Hije. Zakonisht delet në zheg nuk e dojnë. Po. Do me thonë pjesa e zhegut, kur është ajo vapa ma e modhe, prej orës për thamë 12 deri në ora 4, eventualisht pikohës kër rikit bushtit, këto rrinë dhe një 4-5 orë rrinë që në hije në pushim. Delet, thëshin baba dhe nona, këto janë vetë zoja dhe zotni. Këto dojnë një përkujdes tjash zakonsh. Te këto nuk ka akaroshi, akarobor, a ki kohët i aski, këtu e dojnë një përkujdesit tjarë zakonshme. Do me thonë me dele më morë nuk është bashkëpunë. Nuk është let, a? Jo, nuk është let, nuk është let. Po, njëri kur e dënë, edhe mënet me edhe mbrojt. mënet me punë, sigurisht që i fo. Po kur jam mbrana gjatë kohës dimrit, me qa ushqihen? Ushqihen zakonisht me sonë, të linë, po obligative është me posë dhe misë. Po. Që na i kena thukë ato nërë kalamës, pa Kalamës. kalamës nuk e dojnë të heqë. Kështu që të kanë kalamës të nuk e kanë të lashë. Tash Ushqimi ma bacismet... preferumin e kanë sonën. Sonën? Po. Gjatë kohës dimrit? Gjatë kohës dimrit të Kuptosh. plasni, sigurisht. Bacismet tash është koha dhe bajramit, kurban bajrami. po. So po keni fitime, ose so po muni me shit, apo ka që hala blin në firma që janë? Ty ju falenderu krejt njerëzve, edhe besimtarve islam, po ka një shitje, është e knaqshme, nashta po thëmë për çmimin që e kemi si vje që e ka qitë bashkësia islame, është një çmim i kafshëm, 160 euro, që ja vlen me majten. Bashkësia islame e fshatit, apo? Jo bashkësia islame e Prishtinës. E Prishtinës, e ka caktu bashkë me juve këtë çmim. Po, e ka. Do Jo të thosh bashkë një me çmim- neve, po ata sigurisht që e cakrojnë vetë çmimin. Po. Ja vlen me majten dele. Se 160 euro në hipotetike në asë i ki 100 copa, kurbana që shqitën, vëjnë 16.000 euro. Po. Besatorja dikun i bjen ja 30-40%, që një familje për 4-5 antarëve mundet me jetuve. Kur është koha e kurban bajramit, ato janë ato 3 dite e kurbanit, që i theret kurbanit. Po njerëz vinë edhe i porositin ma herë, do me thonë një javë dhe ditë. Kam oferta tash dikun edhe një javë, se nesër një javë është dita e bajramit, shemull deri që tash i kumë shqit 5 copa dele që njerëz të kanë zonë ranin ose kanë porosit ma heret kurban. A shkoni edhe me i thet, që shtuat, a veç që i blejnë? Deri vitin e kalum kemi shku edhe na për shpi kemi therë. Si vjetë dojna mi therë visht të shpi. Ata që i porositin edhe dojnë mi therë i therin, i marrin me veti, ja bojmë i të gachme, edhe vazhdojnë ata, i krynë obligimin e vetë vetare dhe atë obligimin. Bacismet, falimderit shumë. Mendeshë Na vjen mirë që na i ke qejt derën. Gjithë dera që Falimderit shumë për juve dhe për drejken edhe për qajnë kafen. Edhe po vazhdojmë për marrëm do pomje të shotit Harilaç. Ja vlen me marrë pomje se kjo është me të vërtet një mrekulli që e ka dhënë visaj më të zëtë e ka dhënë këtë mrekulli tjetër kush jo. Vish janë pomje me të vërtet mira. Fshati Harilaç, edhe pse më herët kishte një gjallëri me shumë familje, tani fshati ka një numër të vogël të banorëve. Shumë prej tyre kanë lënë shtëpit për të emigruar jashtë vendit, e shumë prej tyre tani më janë të vendosur në qytetet afër fshatit.